Të mbash emrin e një heroine si Sala Jashari, gjyshës time, me të vërtetë është një përgjithësi, po mbi gjitha është një krenari e jashtëzakonshme. Një arsye që mendoj ka ndikuar shumë edhe në formimin e personalitetit tim deri tash. Po realisht ka qenë sfiduese për shkak që qysh në moshë të hershme, pritshmëritë kanë qenë gjithmonë më të mëdha. Edhe unë mendoj që vazhdimisht në çdo familje që janë me një emër të tillë, e sidomos me një histori të tillë, pritshmëritë janë që edhe fëmijët edhe trashëgimtarët e tyre të dalin ose të jenë lider të njësoj sikurse familjare siç kanë qenë më përpara. Kështu që ka qenë një farë sfide për shkak që është dashur një farë forme me pas një fokus shumë më të theksueshëm se sa shumë fëmijë të tjerë, edhe nganjëherë unë them nuk kam mujt me shiju krejtësisht rinin, po megjithatë kjo ka ndiku në shumë aspekte pozitive në rrugtimin tim gjatë gjithë jetës. Kështu që jam mundu vazhdimisht me pa anën pozitive se çka unë muj me mësu edhe me bë pjesë time në realisht edhe në jetën time sot. Na si familje njihemi si familje patriotike, familje që ka jap një kontribut në historinë e Kosovës. Familja jonë vazhdimisht ka qenë e lidhur ngushtë me Ushtrinë Shkrimtare të Kosovës, për vetë faktin që në familjen tonë ne kemi poshtë edhe 2 general, Sahit Jashari dhe Musa Jashari, janë 2 djemë të Sala dhe Hamit Jasharit, dhe ata kanë qenë në fillimin edhe në themelimin e Ushtrisë Shkrimtare të Kosovës.